Tani, e dyta, kujt, e para ishte në fatkeqësi, kujt i beson në përditshmërinë? E kjo është e lehtë, do thoni ju. Mos është, kjo është e lehtë në përditshmërinë. Dgjoj, edhe është, edhe s'është. Se ndonjëherë në përditshmërinë themi, mos e ja dalim vetë. Ja dalim vetë. Psalmi 24 thot, ai të dhënt atë që dëshiron zemra jote dhe i plotsoft të gjitha planet e tua. Ne të gjithë mundohemi, edhe bëjmë shumë mirë. Kjo vjen nga Zoti. Mundohemi të punojmë fort, por ama në të njëjtën kohë, kur shkojmë punë, ora e marrim Zotin me vete. A e kuptojnë ato të punës që ti je i krishterë, apo së ndryshon fare? Qofse ti je përballë një zgjedhje, s'di çfarë të bësh, këtë apo atë, apo kërkon mençurinë e Zotit. Mateo ka qenë duke e hudh për shkollën. Edhe thotë, ma, po çfarë mendon? Edhe gjë e parë që i thash, gjë zemra mamit. Unë të japi ide, por para duhet shkosh te Zoti. E di pse? Sepse një Zoti të do më shumë se unë. Edhe dyta është Zoti shef përjetësinë. Ai e di ku do jesh ti. Kështu që gjë e parë që duhet bësh, ulu dhe kërkoje Zotin. Edhe jemi lutur, nuk e di një muaj e ca bashk, që ajo që ai do zgjedhë, do ishte ajo që Zoti do zgjedhte për të dhe do jepte. Edhe jemi lutur të dy bashk, por ajo që duhet të thojë është që ç'a bën me të përditshme? Apo harrojmë edhe të diel, është të diel, duhet me shku në kish, Zoti, po, si harrova unë gjithë javën? Tani, fjalët e urta thonë, pranoj në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Kjo themun është e përditshme, dhe duke bërë këtë, Zoti është ai që do plotësoj ato dëshirat që dalin thellë nga zemra. Jo tekat, pa ato dëshirat që vetëm shpirti jot i di, që vinë thellë. Ai do jetë që do i plotësoj, ashtu siç thotë edhe Psalmi.